sa është ministria, a është privilegj, a është shërbim, a çka është. Që me qenë pjesë e politikës, domethënë, është shërbim dhe është kontribut që me mujt Leonid Dekon më shku me thonë tash, okay, modeli yt duhet më shkallëzu. Për shkak se është një biznesi mesëm në Kosovë, i cili domethënë ka problemet e veta dhe për këtë arsye ka kriju një shkollë brenda kompanisë. Qysh është kjo? Shkollën publike ki dhe mbrana saj ki edhe një shkollë tjetër që është mbrana kompanisë. Dhe ky ka me qenë modeli që na duhet me bote pika e dytë që përmenda atje. Kjo është model që ne implementon Tajvani sot. Domethënë çka kanë bërë ata? Kanë shku pe PISA-s, kur kemi taku drejtorin e PISA-s që ka qenë para një viti këtu, domethënë, kanë çu letra, i kanë çu materiale, dokumente, ato kanë thonë jo, këto s'na duhen. Çka kena me bona? Kena me shku te kompanitë dhe kena mi thonë kompanive, dëgja, ti me konë edhe shkollë edhe kompani, kime u pagu ekstra që e shkollë dhe nëzansi ka me marrë ekstra pagesë, do me thonë, dhe a i ka me shku në shkollë, po ka marrë dhe të ti me marrë dhe një shkollë tjetër. Dhe a i ndërmarë se atje, naturisht që e ka një interes për shkak se paguët si shkollë. Po dhe i banë kuadrin e vetarshëm. Po dhe në anën tjetër, shka duhet nga mi thonë biznesit? Ne ti subvencionojna resurset teknike që duhet, me ble CNC-ja, me ble pajisjet ndryshme, me ble infrastruktur, dhe në anën tjetër, ne subvencionojna edhe me shkollu në nxansat e tjerë. Muzafer, ka pas deri sa shpërëmtimit të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik, po tash nëse shohim GDP-n edhe shohim zhvillimin dhe zgjendjen ekonomike, ma kena stagnu. Kush është fajtori kryesor? Fajtori është qeveria. Qeveria aktual. Vetëm kjo është fajtore, nuk lidhet edhe me ato të kaluar të nuk lidhet me ato tjera, se ky vend zhvillimi nuk mundet vetëm për 5 vjet, s'po du më bodh me sigurta me muhu çdo sens çka ka ndodhur. Qeveria komi pa. Ky vend, do të thonë, ka dalë prej një gjendje shumë të keqe mas luftës. Ne dim çush kemi dalë gjithë ato. Dhe është zhvillu, ka pas një zhvillim, nuk ka pas administratë, nuk ka pas administratën tatimorit të Kosovës, nuk ka qenë doganat e Kosovës, nuk ka pas autostrada, nuk ka pas shkolla, njerëz kanë mësu me shkolla që në mbyll drejtarët me lasek në mbyll, dhe krejt këto, për krejt këto vite në bo, ka pas progres të vazhdueshëm, do thonë deri në vitin 2019. Vitin 2019 na kemi pas vetëm shprehje luft, do të thonë dhe tjetër gjë nuk ka pas. Fjala zhvillim nuk është përmend dhe për këtë arsye ka ndodhur që dikon 200.000 vete kanë lshu vendin. Për këto 5 vjet? Për këto 5 vjet, do të thonë 200.000 vete me ta lshu vendin, për këto 5 vjet i bën një komunë, do të thonë komuna prej ku vjen ka 7.000 banorë, do të thonë komuna e Vushtrisë, do të thonë. Dhe tash llogaritni që 2 komuna minimumi ose 3 kanë lshu vend. Dhe kjo është brenga. Do të thonë që na duhet me po. Okej, tash çka duhet me po? Na me çeta njerëz që kanë dalë jashtë duhet me fol dhe duhet me sjell këtu, do të thonë. E kemi problem me rrymë. Pikërisht dashta mandej të rryma. Po s'mandani përgjigje te deklarata e ministrit. Ta ka zhvillim, tha saldatori nga Pakistani, ky tha nga Turqia, tha kemi me kuptu tha se sa shumë zhvillim pasi s'po kemi as punëtor. Na punojmë çdo ditë, do të thonë. Dhe saldatori ka me punu në Kosovë, do të thonë, dhe kanë problem kompanitë në Kosovë. Pse ne aty sa nxënësin e kemi në shkollë, diku 22.000 vete kryen shkollën e mesme. Pse na duhet me pas saldator prej jashtit në këtë? Kur mundëm nxënës ato me përgatit me pas saldator, po duhet me shku në kompani atje, mi thonë, dëgja, bëne ti qendrën e trajnimit. Jo, këto ka zhvillim, të s'po ka, s'është puna që ka një saldator. Jo, shumë edhe pse s'kemi prodhu. Qytetarët pedin që s'ka zhvillim, për shkak se sot kur po shkojmë me blej harç po del shumë ashtrajt. Nuk ka zhvillim, do të thonë, nëse e këshyrëm, do të thonë, kanë kur po hym, do të thonë, e takova para 2 ditë një në Drenas, një qytetar që i shoh për Gjermanisë, i di ke çmimet për mesh, kjo është mashtrajt, kjo Malir, do të thonë, në Malirën Gjermanisë sa këtu, do të thonë, dhe çmimet janë shumë shtrejt, do të thonë, dhe çfarë zhvillimi ka? Cili zhvillim? Zhvillimi ekonomik, cili roli zhvillimit ekonomik? Qytetarët me jetu më mirë. Apo jetojnë qytetarë më mirë sot? Jo. Sot është krizë shumë e madhe, sot është varfënisë shumë e madhe. Sot një kompani në Kosovë, çush mundet me thonë zhvillim ekonomik kur një biznes i kanë Banka Qendrore e Kosovës i ka limituar numrin e kredive. Dhe sot një biznes i cili don me hap vendet punës, don me investu, ka rrezik shumë të madh për shkak se nuk guxon me investu credit cash-in, kredi nuk mundet me marr për shkak se i duhet likuiditet, dhe tash ka ndodhur këtu, domethënë, pse ka ndodhur kjo? Sa e po zhvillim ekonomik. Kjo ka ndodhur për shkak se një familje që i ka marrë 800 euro, i ka kursyer 200-600 i ka harxhu. Tashmë nuk mund të më kursysh ato 200 euro. Po kompania tjetër, e cila i ka harxhu 800, sot nuk mund me jetu me 800, çka do të me familja tjetër, e cila ka harxhu 800 euro, nuk mund me jetu me to, çka do të me bëj, domethënë, do të me shku me lyp kredi. Dhe tash, kë nuk i lën depozita në bankë, ky tjetri lyp kredi, dhe çka ka ndodhur gapi në mes të balancit kredi dhe kërkesë për kredi dhe depozit është zvoglu dhe Banka Qendrore dosh me ndërprej dhe kompanitë kanë problem sot me marr kredi. Muzafer, po du më nal pikërisht te energjia, si dikush që një edhe inovacionin, teknologjinë edhe aksesin. Sa është real çmimi i importit? Vazhdon polemika.
vazhdojnë argumentimet e qeverisë që çmimi u shtrajtu, jo kjo, jo ajo, sa janë